Eduard Merkaj është emëruar drejtuesi i ri i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore pas dorëheqjes së Florian Sulejmanit në korrik të këtij viti. Emërtimi i tij synon të forcojë mbikëqyrjen dhe integritetin e strukturave policore në vend. Merkaj ka një karrierë të gjatë në fushën e sigurisë dhe rendit publik. Ai ka mbajtur poste të rëndësishme si drejtori i policisë kufitare, specialist në sektorin antikorrupsion të policisë së shtetit, shef i forcës së posaçme operative dhe drejtori i departamentit të policisë kriminale. Në korrik të vitit të 2022, Merkaj u largua nga drejtimi i policisë kufitare, një vendim i marrë nga ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Gledis Nano. Ai ka shërbyer gjithashtu si oficer i shish në Vlorë dhe Tiranë, si dhe ka mbajtur pozicione të larta si këshilltar në Byron Kombëtar të Hetimit, drejtori i drejtorisë për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar dhe drejtori i shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesat në Ministrinë e Brendshme. Ekspertët vlerësojnë se emërimi i Merkajt mund të sjellë stabilitet dhe profesionalizëm në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, duke garantuar mbikëqyrjen më të efektshme të strukturave të sigurisë dhe forcave të rendit në vend.